Një ndër cilësitë e një personi që është mendje mbyllur dhe një personi që vepron në ego dhe jo në zemër dhe nuk ka punuar me veten, është fakti që nuk pranon kritika, nuk pranon sugjerime, nuk pranon që klienti të jap mendimin e tij. Nëse ti je një biznes, duhet të jesh i lumtur kur klienti vjen te ty edhe të jep sugjerimet e veta që ti të ndryshosh diçka. Çfarë do të thotë kjo? Klienti nuk është i kënaqur me shërbimin tënd. Klienti nuk është i kënaqur me produktin tënd. Klienti nuk është i kënaqur me qasjen që ti ke pas ndaj tij apo me cilësinë e produktit apo të shërbimit që ti ke ofruar. Për sa kohë kërkesa e klientit dhe kritika e klientit është në të drejtën e tij të plot dhe për sa kohë kërkesa dhe kritika e klientit është logjike dhe normale, nuk po themi diçka jashtë normales, je i detyruar ta dëgjosh. Kur ti hap derën e një biznesi dhe po flas nga eksperienca ime personale që kam 4 vite në fakt që kam hap dyert e 3 bizneseve, je i detyruar ta dëgjosh dhe madje unë lumturohem kur vinë dhe më kritikojnë. Para disa vitesh kur fillova hipnozën për herë të parë, një vajzë më kritikoi për cilësinë e zërit. Kishte të drejtë, po e bëja pa mikrofon profesional, ja që tani është në cilësinë maksimale. Prandaj mos u kap me egon tënde, por merre kritikën e klientit për ta përmirësuar veten. Dhe nuk të bie hunda në tokë nëse i kërkon falje klientit kur ai nuk është i kënaqur dhe kur faji është i yti. Mëso të pranosh fajet dhe gabimet e tua në mënyrë që të avancosh, jo vetëm profesionalisht, jo vetëm në aspektin e biznesit, por edhe në aspektin personal. Vepro në zemër dhe jo në ego. Nëse do që të kesh një biznes të suksesshëm për shumë gjatë.